Fenomeni Shkodran Luiz Eli ka mahnitur sërish ndjekësit e tij duke publikuar pamjet më të reja nga reklama e realizuar për një kompani të njohur bulmeti me emrin Fshaqe. Në këtë video, që brenda pak minutash ka nisur të bëjë xhiron e rrjeteve sociale dhe të marrë mira reagime, Luizi shfaqet i veshur si një kauboj i vërtet, me kapele kashte, veshje të errëta dhe një qëndrim plot stil që e bën të dallohet menjëherë. Ai shihet duke ecur mes fermës, duke mjel lopët dhe më pas duke shijuar qumështin e freskët të kompanisë. Pamjet janë të realizuara me kujdes, me një sfond rural që përcjell thjeshtësi dhe autenticitet, ndërsa ngjyrat e ngrohta të videos japin ndjesinë e një mëngjesi të freskët fshati. Në përshkrimin e postimit të tij, Luizi ka shkruar me humor: "Ajo më tha, me mua e gjetë të dalësh kokë më kokë o Luiz", duke e shoqëruar me një emoji që tregon qeshje dhe djersë, duke lënë të nënkuptohet se përballja me lopët ka qenë një sfidë më vete për të. Ndjekësit janë entuziazmuar nga kjo anë e re e artistit të dashur që nuk nguron të tregojë se di të përshtatet në çdo rol dhe situatë, qoftë edhe në një fushatë reklamuese që promovon prodhimet vendase. Komentet dhe urimet për Luizit nuk kanë munguar, duke e vlerësuar si një figurë që di të sjellë energji pozitive dhe humor në çdo paraqitje. Pa dyshim, kjo reklam do të mbetet gjatë në mendjen e publikut si një nga fushatat më të veçanta ku ai ka marrë pjesë. Na mbetet të presim të shohim surprizat e radhës që fenomeni Shkodran do të sjellë së shpejti. Pa dyshim, kjo reklam do të mbetet gjatë në mendjen e publikut si një nga fushatat më të veçanta ku ai ka marrë pjesë, jo vetëm për mesazhin që përcjell për mbështetjen e prodhimeve vendase, por edhe për mënyrën origjinale dhe plot humor me të cilën Luizi ka ditur ta sjellë. Pamjet e tij duke u përballur me jetën e fermës, duke mjel lopët me dorë dhe duke shijuar qumështin e freskët, e bëjnë këtë reklam jo vetëm të bukur vizualisht, por edhe jashtëzakonisht të afërt për publikun shqiptar që e ndjen veten të lidhur me këto skena të thjeshta, por plot shpirt. Ndjekësit vazhdojnë të ndajnë dhe të komentojnë pamjet duke e cilësuar Luiz Elin si një artist që nuk ka frikë të sfidojë veten dhe të hyjë në role të ndryshme, gjithnjë me po atë energji dhe origjinalitet që e karakterizon. E sigurt është që kjo fushat nuk është thjesht një reklam, por një tjetër dëshmi se si Luizi di të fitojë zemrat e njerëzve me çdo projekt ku përfshihet. Tashmë të gjithë janë në pritje të projekteve të radhës, që me siguri do të jenë po aq surprizuese dhe të dashura sa kjo që sapo u zbulua.